Megjithatë alarmin e dhënë prej kohësh për rritjen e nivelit të ndotjes në këtë zonë, asnjë mas nuk është marrë deri tani. Jo vetëm që mbeturinat nuk janë larguar nga mjedisi ku janë hedhur, por përkundrazi, ato vetëm sa janë shtuar. Siç duket nga pamjet, pirgu i mbetjeve të ndryshme në këtë zonë është rritur. Kohët e fundit janë hedhur edhe produkte të konservuara, të cilat po kthehen në burim infeksioni. Ndërkohë banorët po rreth zonës së ndotur thonë se kafshët e tyre shtëpiake po ushqehen me këto mbeturina të kalbura, duke u bërë një rrezik shumë i madh, jo vetëm për ato, por edhe për komunitetin. Mbeturinat që janë hedhur në këtë zonë janë nga inertët e ndërtimeve të ndryshme, orendi shtëpiake, veshjes tekstile e deri tek plastikat e automjeteve. Ky nuk është që pirgu i vetëm në rrugën e vjetër Klos Qafbua, dhe pasi ka edhe disa grumbullime të jashtëligjshme të tjera mbeturinash që nisin nga qendra e fshatit Klos Katund e deri në kufimin Bashkinë e Bulqizës. Apeli banorëve për të ndaluar këtë masakër midisore nuk ka marrë vëmendjen e duhur deri tani, ndërsa persona të papërgjegjshëm vijojnë të shkarkojnë mbeturina çdo ditë.